Më shumë se ti. Në fakt është e kundërta, Oleksi e ka dash këtë shumë, po ky e refuzonte disi, ishte kështu, marrëdhënie dashuri urrëtie. Çka, ka zëna pak e çysh është Milaimi të shtëpia kur të bëhet nervoz. Pe paramendoj agent Milajm kur është i qetë shon. Po bën më kur të nervozohet ky. Milaimi kur bëhet nervoz nuk flet, vesh bizhame dhe flen. Është çuditshëm. Kur është i qetë, ka zënë Kur batuta. është i qetë në shtëpi, Milaimi i qetë ke me telefon ose me gazetë ose me libër në dorë. Është një njeri që në shtëpi nuk din me bozhurm, nuk din me kërku. A bën humor sikur na për media, jo. Ka zënë batuta interesante. Me dash me fol me Milaimin duhet me nxjerr jashtë në kafe, në shtëpi nuk flet kurrë. Nuk ka zënë shtusa. Dhe ka atë botën e vet, qetësinë e vet. Ka zënë këtë shtusa me grau, interesant. Unë në shtëpi merrem shumë tash me vajzën, u tanë shikojmë filmat të vizatum, Eda ka pasion me po film artistik, jo pse se më shumë e kam shok e shoh që se sa grupo është vërtet gjenie muzikë se filmit edhe letërsisë. Për këtu Të trija. Po, 3 gjëna i ka. Pesil kriju dhe me këtë të tikon. Po, është pa modesti, ka dhe libra të botume, edhe është inxhiniere, e elektros, e inxhinierat që thash vajzën e madhe, kam inxhiniere. Janë Bajage Burgi në kokë. Gjurmus. Po, por në familje dhe në shoqëni, shokë që më njojnë afer, e din që vërtet jam njeri shumë i butë, shumë i ndishëm, dhe në shtëpi nuk kam kërkesa, muj me të garantu ma shumë bërtet Eda se une. Kjo është vërtet. Dhe ato bërtimet, a morrëm edhe beben? Merë edhe beben, bene edhe beben. Pa që Milaimin